Qeveria ka marrë vendimin që shërbimet e caktuara që u ofrohen qytetarëve dhe bizneseve në portalin qeveritar në e-Albania të bëhen me pagesë. Vendimi u mor në mbledhjen e Këshillit Ministrave dhe do të hyjë në fuqi pas votimit në fletoren zyrtare. Shërbimet e e-Albanias, të cilat do të jenë me pagesë, përfshin dokumente me nënshkrim elektronik, me vulë elektronike, certifikata elektronike për fiskalizimin si dhe transaksione në platformën qeveritare të ndërveprimit. Dokumentet e sipërcituara do të jenë me tarifa për bizneset dhe jo për qytetarët. Lista e shërbimeve në e-Albania që bëhen me pagesë: 4.800 lek përfshirë TVSH-n për nënshkrimin elektronik me afat vlefshmërie 1 vit, 20 lek përfshirë TVSH-n për shërbimin e vulosjes së dokumenteve me vulë elektronike për transaksion, 4.000 lek përfshirë TVSH-n për certifikata elektronike për projektin e fiskalizimit me afat vlefshmërie 1 vit, 15 lek përfshirë TVSH-n për transaksion në platformën qeveritare të ndërveprimit. Tarifat do të aplikohen edhe për qytetarët shqiptar dhe të huaj për dokumentet me nënshkrim elektronik. Kjo tarifë për qytetarët do të jetë 2.000 lek të reja për 1 vit. Sipas VKM-s, tarifat për shërbimet të caktuara në e-Albania, tarifat për shërbimet e kërkuara online do të paguhen elektronikisht në portalin qeveritar. Pagesa për dokumentet me nënshkrim elektronik dhe certifikata elektronike për fiskalizimin si për bizneset ashtu edhe për qytetarët do të bëhet me marrjen e shërbimit, kurse pagesa për shërbimin e dokumenteve me vulë elektronike dhe për transaksione në platformën qeveritare të ndërveprimit do të bëhet çdo muaj sa herë është kërkuar shërbimi. Të gjitha të ardhurat që vijnë nga këto tarifa në e-Albania do derdhen 100% në buxhetin e shtetit.